mujtësi, kafir, si mohus, është pjesë e fesë. Nuk mund të më thonë që zban mi thonë dikujt i shtopë. Jo, duhet mi thonë se vetë të që shtopë. Vetë të që shtopë. Shumë njëri thotë qëre, unë e zbesoj në gjenet, zbesoj e Allah. A zbesoj në gjallë, këtu e në palavra. Qështu thotë apë? Mi thonë, ani më sukut, muslimani e ti veç, tu ka përzi pa ka përë. Jo, Allah, feja është e qartë, Allah. Thush s'ka gjenet, thush s'ka ahiret, thush s'pejgamberi sështë i dërguar i Allah Gjellewala, në të në kafir. A kuptove? Kësë është punë, jo, në të tojna. Jo, pëse na po të tojmë, po pëse ti po i thush vetës e me këtë gjendje, ti e më usë, a më e më qësaj. A që thëtë, Allah nuk eksistan. Së eksistanin. A ke po zotin se ke po. Ani, për shamu, nuk besan Allah Gjellewala. Që mi thonë akina? Na i thëme, ka folë që të palidhe ka era pëtëra ma muslimanë është të. E për palidhe edhe mushrik kanë folë, se ata milidhe s'kanë folë. Apo, ata kanë folë palidhe, kur ka thonë lati, uzaja, edhe palidhe, se ma palidhe s'ka se që kja pëtër. Ama përshka kësë jenë palidhe, Allah ju ka thonë kulli el kafirun. Për dhejtë në rëzër, qështja e dikujt që realisht mëhan edhe nënqman fen, përbuz fen, luftën besimtarët, që kjo është certifikata për ta, surja kafirun, o shumë s'ka. Mirë po, në nën tjetër të nëzër, apo du të me pasë kujtës me këtë certifikat kuj pjeva, se është zgjeru ka herë fatkecisht, apo gjykimi, e kanë marë këtë qështje kaqë serioze, kaqë rëndësishme ndorë, edhe njerëz me ndjelet, ignorant, gjahila, që nuk di kuzimet e djetarëve. Andë gjdo kundërshtar e shpall kafir, ja certifikatën. Gjdo kur që spajtohet, s'menën s'ja ja shpall që shtohë. E këta janë ignorant. Këta janë e zeza e dinit e islamit. Përshka këse, këta fatkecisht e kanë bë që fjalla kafir me konë qa që të mërshme, apo sa që në meni kur dikujt u dhush kafir në kupton se ti ki me vra, ki me prej, ki me bo që shtu ndërlidhet apo, si kërse fjalla shariat. Kanë sjellë praktikat të mërshme të shariatit, edhe një grupet e devijume, që kur t'ja përmend diku shariatit, atyre që kujtohet, të e djega të përzgjallë. I thush shariati, ai që e prejka të me shpata, o qaj? Ja, a përsheni? E këta janë ignorant, këta janë kriminal, këta e kanë prish imazhin e bukur dinit të Allah të bërtaj, cili nuk gjikon me paramendim, nuk gjikon me paragjykim, nuk gjikon me inat, po ka argumente, ka fakte, që njeri i pranon a thush ti që shto po në thamë, ti a nuk bezoj shto po, që kjo është gjykimi i fesë për ty jo pëton. Mirë po të nëzën nga lartësia, nga distanca, me tendencë me i dredhu faktet, edhe me i dhënë konotacion të kundërt, kuptimeve dhe shërimeve dikujt, duke i në njëtët e njerëzve, e duke i në qëllimet e tyne, e duke i kuetin kun, me gjithë dikun një arsyetim, edhe me nxirr dikun për dinit, edhe me shpall argat shejtanit e armik të muslimanëve, këto praktike janë të rrezikshme dhe janë devijante dhe janë në shpërputhje me surën Kafirun, edhe në shpërputhje me udhëzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.